Nga çka është i privuar Dardi? Pra, çka ndikon kjo sindrom që nuk e lejon atë të bëj? Atëre, Dardi tani është 3 vjeç e gjys dhe tani ka rritur të qëndroj ullur, nuk mund të ecje akoma. Ka distres respirator që i jep vështirësi në frymarrje, siç thash ka dhe skoliozën. Vazhdon terapin me fizioterapi, do më thonë nuk ja kam dalur asnjëherë fizioterapinë dhe kam parë rezultate, shqyqyr zotit. Më vjen shumë mirë për këtë. Po dhe kjo është një arsye e madhe që më jep një ndjesi të mirë për Dardin, sepse e shoh që është aq i vogël, po e do kaq shumë jetën, është shumë kurajoz, do që të bëj çdo gjë që bëjnë fëmijët e tjerë, nuk e shikon veten si të privuar, edhe pse është kaq i vogël, i kupton gjërat.